Nëse vjen një delegacion, një grup i turistëve prej jashtë, në cilin vend ti je më emocionuar për me i çu, për me vizitu kështu? Tash, normal, do të janë disa pika, nëse po flas për Prishtinë në këtë rast, janë disa pika cilat janë të pa kalueshme, për shembull është pjesa e Njobornit, është heroinat, memoriali, masandej një prej pikave që turistët më shumë të dojnë me pa është biblioteka kombëtare, për shkak edhe që është pas promovuar një kohë si një ndërtesat më të shëmtuara, gjë që se besoj që është shëmtuar. Ka marketing të keq, paktën marketing ka që shumë mirë, do të njerëz kanë pas shef më ardhmë me pa që të ndërtesën e shëmtuar që ka funksionuar në favor tonin. Tash në Kosovë ka shumë pika. Unë për vete për shembull mundohem shpesh se tash guidat e kanë rolin e dërgimet të grupeve aty ku ato që kanë caktu. Po nëse më jepet hapësirë, normalisht ju propozoj me shku për shembull në Prekaz, është një prej pikave që unë ju propozoj me shku. Shpesh më qenë se unë jam e Gjilanit, mundohem me çu njerëz edhe në Gjilan. Ka shumë punë për me u bë. Nëse një turist ta kërkon veç një vend në Gjilan, ku e kishe qu? Te komuna. Po tash te komuna, të cilat ajo që i shprish tash. Unë për vete për shembull kur kam shkuar një herë në muze të qytetit, muze etnologjik, dhe njerëzit më kanë thonë qysh ke shkuar në muze, as pi din këto sende, kjo ka qenë më herët. Po ajo që kam dashur shpesh me çu njerëzit është për shembull në Pogragj, është kaloja e Pogragjës, sado që s'ka pas shumë punë, s'është bërë shumë punë me kalo, po megjithatë është një pikë turistike që ja vlen me vizitu.